1200 mjete janë regjistruar vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025 në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor në qytetin e Vlorës. Referuar statistikave, ky numër është rreth 10% më lartë se njëjta periudhë e vitit të kaluar. Ndërkohë, për sa i përket vitit 2024 në drejtori janë regjistruar në total 5800 mjete. Sipas informacioneve nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor në qytetin e Vlorës, bëhet me dije se janë në total rreth 11900 mjete të cilat janë debitore ndaj këtij institucioni, informacion i cili është përcjell tashmë edhe drejtorisë së tatimeve. Bëhet fjalë për automjete të cilat ndër vite nuk kanë paguar detyrimet ndaj drejtorisë rajonale të shërbimit të transportit rrugor apo automjete të cilat nuk janë regjistruar sërish pas përfundimit të dokumentacionit të tyre. Nuk mungojnë edhe automjete të cilat tashmë janë jashtë funksionit, por që kanë ende detyrime pranë këtij institucioni. 1200 automjete janë regjistruar për herë të parë vetëm në 4 muajt e parë të vitit 2025 në Drejtorinë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor në qytetin e Vlorës. Referuar statistikave, bëhet fjalë për një rritje në rreth 10% më shumë të mjeteve të regjistruara se njëjta periudhë e një viti më parë. Ndërkohë, referuar vitit 2024 janë plot 5800 automjete të regjistruara në këtë institucion. Sipas informacioneve nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor, janë aktualisht rreth 11900 automjete që rezultojnë debitore ndër vite në këtë institucion. Informacion ky që tashmë ish përcjell edhe drejtorisë së tatimeve. Në mjetet debitore bëhet fjalë edhe për automjetet që tashmë janë jashtë funksionit, por që nuk kanë shlyer detyrimet ndaj institucionit Drejtorisë Rajonale të Shërbimit të Transportit Rrugor në qytetin e Vlorës. Referuar këtij fakti, pritet veprohet në bashkëpunim me tatimet për vjeljen e të gjitha detyrimeve të prapambetura. Kjo edhe pas një vendimi të mbritur tashmë nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor.